Kapitulli 20. Ti, o udhërëfyesi ynë. Udhëheqja është një problem kronik për shumë të krishterë. Pse? Jo sepse dyshojnë në mundësinë e udhëheqjes hyjnore, por pikërisht sepse janë të sigurt që kjo është e mundur. Ata e dinë që Perëndia mund t'i udhëheqë, sepse ai ka premtuar ta udhëheqë çdo besimtar të krishterë. Librat, miqt dhe folësit publik u thonë se si ka funksionuar udhëheqja në jetën e tyre. Frika e tyre nuk është mungesa e ndonjë udhëzimi drejtues në dispozicionin e tyre, por frika se mos ata e humbasin udhëheqjen e Perëndisë për shkak të ndonjë mëkati të tyre. Kur ata këndojnë, udhëhiqmë o ti Jehova madhështor, shtektar jam në këtë tokë të shkret. I dobët unë jam, i pushtetshëm je ti. Më mbaj me dorën tënde të pushtetshme, bukë e qiellit. Më ushqe sot, për jetë e mot. Ata nuk kanë dyshim që Perëndia është në gjendje që t'i udhëheqë dhe t'i ushqejë, sipas lutjes së tyre. Megjithatë, ata shqetësohen nga pasuria e aftësisë së tyre për t'i pranuar ofertat e udhëheqjes së Perëndisë. Megjithatë, jo të gjithë kanë arritur deri në këtë pikë. Sikurse e kemi theksuar shpesh herë, njohja e Perëndisë në ditët e sotme është errësuar. Në fakt, është kthyer në mosnjohje të Perëndisë nga shtrëmbërimi i mendimeve tona për Perëndinë. Kështu, realiteti i sundimit të Perëndisë, i ligjërimit të Perëndisë, i pavarësisë së Perëndisë, i mirësisë morale të Perëndisë, madje edhe personaliteti i Perëndisë, janë shtrembëruar jo vetëm jashtë kishës, por edhe brenda saj. Prandaj, shumë vetë e kanë të vështirë që të besojnë se udhëheqja hyjnore mund të ekzistojë në të vërtetë. E si mund të ekzistojë ajo, përderisa Perëndia nuk është as i soj qenieye i cili mundet apo dëshiron që t'ja jap atë, dhe të gjitha këto sugjerime pak a shumë nënkuptojnë pikërisht këtë. Prandaj, ja vlen që të rikujtojmë tani disa nga të vërtetat bazë që parakuptohen me udhëheqjen hyjnore. Perëndia ka një plan. Besimi që udhëheqja hyjnore është reale mbështetet mbi dy fakte themelore. I pari është realiteti i planit të Perëndisë për ne. I dyti është aftësia e Perëndisë për të komunikuar me ne. Bibla ka shumë për të thënë për të dyja këto fakte. A ka Perëndia një plan për individët? Po, ai ka. Ai ka formuar një plan të përjetshëm, fjalë për fjalë, një plan të epokave, një plan për plotësinë e kohës, në përputhje me të cilin ai vepron gjithçka sipas këshillës së vullnetit të tij. Efesianëve, kapitulli 3, vargu 11, kapitulli 1, vargu 10 dhe 11. Ai kishte një plan për shpengimin e popullit të tij nga skllavëria në Egjipt, kur i drejtoi përmes detit dhe shkretëtirës me anë të res gjatë ditës dhe kolonës së zjarrit gjatë natës. Ai kishte një plan për kthimin e popullit të tij nga robëria në Babiloni, ku i drejtoi duke vendosur kirin mbi fron dhe duke nxitur frymën e tij. Ezdra, kapitulli 1, vargu 1, që t'i dërgonte judejt në atë dhe për të ndërtuar tempullin e tij. Ai kishte një plan për Jezusin. Shih Luka kapitulli 18, vargu 31, kapitulli 22, vargu 22 e kështu me radhë. E gjithë puna e Jezusit mbi tokë ishte që të bënte vullnetin e Atit të tij. Gjoni kapitulli 4, vargu 34, Hebrejve kapitulli 10, vargjet 7 dhe 9. Perëndia kishte një plan për palin. Shih Veprat e Apostujve, kapitulli 21, vargu 14
kapitulli 22, vargu 14, kapitulli 26, vargjet 16 deri në 19, 1 Timoteut, kapitulli 1, vargu 16. Në 5 nga librat e tij, Pali e shpall veten si një apostull me anë të vullnetit të Perëndisë. Perëndia ka një plan për secilin nga fëmijët e tij. Mirë po, a mund të na e komunikoj Perëndia planin e tij? Sigurisht që mundet. Ashtu sikurse njeriu është një qenie komunikuese, po kështu edhe krijuesi i tij është një Perëndi komunikues. Ai u bëri të njohur vullnetin e tij profetëve në dhjatën e vjetër dhe përmes tyre popullit të tij. Ai e drejtoi Jezusin dhe Palin. Veprat e apostujve regjistron disa raste udhëheqjeje të detajuar. Filipi u dërgua në shkretëtir për të takuar eunukun Etiopas. Kapitulli 8, vargu 26, vargu 29. Pietrit ju tha që ta pranonte ftesën e Kornelit. Kapitulli 10, vargjet 19 dhe 20. Kishës në Antiok ju dha urdhri që të dërgonin Palin dhe Barnabën si misionar. Kapitulli 13, vargu 2. Pali dhe Sila morën thirrjen për të shkuar në Evropë. Kapitulli 16, vargjet 6 deri në 10. Pali u udhëzua që të këmbgulte në shërbesën e tij në Korint. Kapitulli 18, vargjet 9 dhe 10. Edhe pse drejtimi me anë të ëndrave, vegimeve dhe mesazheve të drejtë për drejta verbale duhet të gjykohet si i jashtëzakonshëm dhe jo si normë, qoftë edhe për vete, apostujt dhe bashkohësit e tyre, të paktën këto ngjarje na tregojnë që Perëndia nuk e ka të vështirë që t'ua bëjë të njohur vullnetin e tij shërbëtorëve të tij. Për më tepër, shkrimi përmban premtime të qarta për udhëheqjen hyjnore, përmes të cilave mund ta njohim planin e Perëndisë për aktivitetin ton. Do të edukoj dhe do të mësoj rrugën në për të cilën duhet të ecësh. Unë do të këshilloj dhe do ta mbaj syrin tim mbi ty, i thot Perëndia Davidit tek Psalmi 32, vargu 8. Isaia kapitulli 58, vargu 11, përmban sigurinë që nëse populli pendohet dhe bindet, Zoti do të udhëheq vazhdimisht. Udhëheqja është tema kryesore e Psalmit 25. Ku lexojmë: Zoti është i mirë dhe i drejtë. Prandaj, ai do të mësoj rrugën mëkatarëve. Ai do të udhëheq njerëzit zemërbut në drejtësi dhe do të mësoj të përulurve rrugën e tij. Kush është njeriu që ka frikë nga Zoti? Ai do t'i tregoj rrugën që duhet të zgjedh. Vargjet 8 deri në 9, vargu 12. Po kështu, edhe te fjalët e urta kapitulli 3, vargu 6. Pranoje në të gjitha rrugët e tua, dhe ai do të drejtoj shtigjet e tua. Në dhjatën e re, shpaloset e njëjta pritshmëri për udhëheqjen. Lutja e Palit që kolosianët të mund të mbusheshin me njohjen e vullnetit të tij me çdo urtësi dhe mençuri frymërore, dhe lutja e Epafrait që do të qëndronit të përsosur dhe të përmbushur për plot në gjithë vullnetin e Perëndisë. Kolosianëve kapitulli 1, vargu 9, kapitulli 4, vargu 12, në mënyrë të qartë supozojnë faktin që Perëndia është gati dhe dëshirëplot që ta bëjë të njohur vullnetin e tij. Fjala urtësi në shkrim nënkupton gjithmonë njohurinë për atë kurs veprimi që do t'i pëlqejë Perëndisë dhe do të na sigurojë jetën. Kështu, premtimi i Jakobit te kapitulli 1, vargu 5, por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtësia, le të kërkojë nga Perëndia, që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, edhe atij do t'i jepet. Në fakt, është një premtim për udhëheqje. Transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri
dhe i përsosuri vullnet i Perëndisë. Romakëve, kapitulli 12, vargu 2. Ka edhe linja të tjera të së vërtetës biblike që ndërthuren këtu për të na bërë besim plot që Perëndia do të na udhëheqë. Së pari, të krishterët janë bijtë e Perëndisë. Nëse prindrit njerëzor kanë përgjegjësi për t'i udhëhequr fëmijët e tyre në ato çështje ku padituria dhe paaftësia e tyre mund t'i vërë në rrezik, padyshim që i njëjti parim vlen edhe në familjen e Perëndisë. Nëse pra ju, që jeni të ligj, dini t'u jepni dhurata të mira bijve tuaj, aq më tepër ati juaj, që është në qiej, do t'u jap gjëra të mira atyre që ja lypin atij. Mateu, kapitulli 7, vargu 11. Sërish, shkrimi është fjala e Perëndisë dhe ne lexojmë që është i dobishëm për mësim, bindje, ndreshje dhe për edukim në drejtësi, që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer, të rësisht i pajisur për çdo vepër të mirë. 2 Timoteut, kapitulli 3, vargjet 16 dhe 17. Mësim do të thot udhëzim gjithëpërfshirës në doktrinë dhe praktik, në veprën dhe vullnetin e Perëndisë, bindje, ndreshje dhe edukim në drejtësi, nënkuptojnë zbatimin e këtij udhëzimi në jetët tona të shtrembëruara, i pajisur për çdo vepër të mirë, domethënë një jetë që po ecën në udhën e Perëndisë. Ky është rezultati i premtuar. Përveç kësaj, të krishterët kanë një mësues që banon brenda tyre, frymën e shenjtë. Dhe ju keni vajosjen nga i shenjti dhe dini çdo gjë. Vajosja që keni marrë nga ai rri në ju, siç ju mëson ajo vajosja mbi gjithçka, edhe është e vërtet e nuk është gënjeshtër. 1 Gjonit, kapitulli 2, vargu 20 dhe vargu 27. Dyshimi në mundësinë e pajisjes së udhëzimit hyjnor do të ishte një shpërfillje ndaj besnikërisë së frymës së shenjtë ndaj shërbesës së tij. Vlen të theksojmë që te Veprat e Apostujve, kapitulli 8, vargu 29, kapitulli 10, vargu 19, kapitulli 13, vargu 2, kapitulli 16, vargu 6 dhe në mënyrë akoma më të spikatur, në dekretin e Këshillit të Jeruzalemit thuhet: sepse ju duk mirë frymës së shenjtë dhe neve. Kapitulli 15, vargu 28. Duket se udhëheqja i atribuohet në mënyrë të veçantë frymës. Perëndia kërkon lavdinë e tij në jetën tonë dhe ai përlëvdohet në ne vetëm kur i bindemi vullnetit të tij. Si rrjedhim, për ta realizuar këtë, ai duhet të jetë gati të na mësojë udhën e tij, në mënyrë që ne të mund të ecim në të. Të qenët besim plot në gatishmërinë e Perëndisë për t'i mësuar ata që dëshirojnë t'i binden atij, theksohet kudo në Psalmin 119. Në Psalmin 23, vargu 3, Davidi shpall realitetin që Perëndia udhëheq për lavdinë e tij. Ai më prin në përshtigjet e drejtësisë për hir të emrit të tij. Mund të shtojmë akoma më shumë, mirë po këtë pikë e kemi shtjelluar mjaftueshëm. Është e pamundur që të dyshosh se udhëheqja është një realitet i synuar dhe i premtuar për secilin fëmijë të Perëndisë. Prandaj, të krishterët që nuk e gjejnë këtë udhëzim hyjnor, vetëm sa tregojnë që nuk e kanë kërkuar atë ashtu si duhej. Prandaj, do të ishte drejt të preokupoheshim për aftësinë personale në dallimin e këtij udhëzimi dhe të studiojmë mënyrën se si ta kërkojmë atë. Si e marrim udhëzimin hyjnor? Të krishterët e zellshëm, në kërkim të një udhëzimi hyjnor, shpesh dalin në përfundim të gabuar. Pse ndodh kështu? Shpesh, arsyeja është se perceptimi i tyre për natyrën dhe metodën e udhëzimit hyjnor është i shtrembëruar.
Ata kërkojnë për të pamundurën dhe duke u bërë pre e mashtrimeve të ndryshme, shpërfillin udhëzimin që është i pranishëm. Gabimi i tyre thelbësor është se ata e konsiderojnë udhëheqjen kryesisht si një shtysë e brendshme e frymës së shenjtë, tërësisht e shkëputur nga shkrimi. Kjo ide, e cila është po aq e vjetër sa edhe profetët e rrem të dhjatës së vjetër, dhe aq e re sa edhe grupi i Oxfordit dhe riarmatimi moral, është farishtja ku mund të rriten një shumëllojshmëri fidanësh, fanatizmi dhe marrëzie. Si ndodh që të krishterët besnik përfundojnë në një gabim të tillë? Me sa duket, u ndodh kështu. Ata dëgjojnë fjalën udhëzim dhe menjëherë mendojnë për mësimin rreth problematikave të këshillimit, ku librat që kanë lexuar dhe dëshmitë që kanë dëgjuar fokusoheshin ekskluzivisht mbi këto probleme. Bëhet fjalë për orën e mësimit ku flitej për problemet në lidhje me atë që ne mund ta quajmë zgjedhja e thirrjes në jetë. Do me thënë, një zgjedhje mes shumë mundësive konkurruese, ku të gjitha duken se janë të ligjshme dhe të mira. A duhet të mendoj për martesën, apo jo? A të martohem me këtë person, apo jo? A të përpiqemi të kemi edhe një fëmijë tjetër, apo jo? A ti bashkohem kësaj kishe, apo asaj tjetrës? A ti shërbej Perëndis në vendin ku kam lindur, apo në një komb tjetër? Cilin nga profesionet e mundshme duhet të zgjedh? Cilën nga pozicionet e lira të punës në profesionin tim duhet të zgjedh? A jam duke punuar në profesionin e duhur? Sa kohë, interesim, energji dhe bujari duhet i dedikoj këtij personi ose kësaj kauze? Cilat çështje të shërbesës sime vullnetare duhet të kenë përparësi? Natyrisht, ne preokupohemi shumë për zgjedhjen e thirrjes në jetë, dhe është e drejtë të bëjmë kështu. Meqense këto zgjedhje i japin formë jetës sonë në mënyrë kaq vendimtare dhe domethënëse për gëzimin ose trishtimin ton. Mirpo, nuk është me vend dalja në përfundimin që, sipas arsyetimit të fundit, të gjitha problemet me dhënien e udhëzimeve janë të këtij lloji. Duket se pikërisht këtu qëndron rrënja e gabimit. Shënim i përkthyesit. Grupi i Oxfordit ishte një organizat e krishterë që më vonë u bë e njohur si Bashkësia e Krishterë e shekullit të parë dhe si riarmatimi moral, MRA, një lëvizje moderne rizgjimi jo denominacionale, e themeluar nga një predikues luterian amerikan i quajtur Frank Buchman në vitin 1921. Buchman besonte se frika dhe egoizmi ishin rrënjët e të gjitha problemeve. Ai gjithashtu besonte se zgjidhja për të jetuar pa frikë dhe egoizëm ishte që njeriu t'ia dorëzonte jetën planit të Perëndis. Tiparet e kësaj lëvizjeje ishin dorëzimi ndaj Jezu Krishtit, duke u treguar të tjerëve se si jetët ishin ndryshuar në kërkim të 4 vlerave absolute morale: ndershmërisë, pastërtisë, bujarisë dhe dashurisë. Burimi wikipedia.org. Ka 2 tipare të dallueshme të udhëzimit hyjnor në rastin e zgjedhjes së vokacionit, që të dyja burojnë nga vetë natyra e situatës. Së pari, këto probleme nuk mund të zgjidhen me një zbatim të drejtë për drejtë të mësimit biblik. I vetmi përdorim i shkrimit këtu është që të përcaktoj të gjitha mundësitë e ligjshme midis të cilave do të bëhet zgjedhja. Për shembull, autori i këtij libri nuk përfitoi ndonjë tekst biblik si shtys për t'i propozuar zonjushës që tani është gruaja e tij, as për t'u shuguruar për shërbes, as për ta shpërngulur shërbesën e tij në Angli, as kur bleu makinën e tij të vjetër e të madhe. Së dyti, për shkak se shkrimi
nuk na përcakton drejt për së drejti se cilat duhet të jenë zgjedhjet tona. Atëherë në pah del faktori i prirjeve dhe i shtysave të dhëna nga Perëndia, përmes të cilave personi tërhiqet më shumë drejt përkushtimit ndaj disa përgjegjësive e jo ndaj të tjerave, si dhe paqja që ai ndjen sa herë mendon për to. Thelbi i gabimit që po përpiqemi të dallojmë qëndron në supozimin se, së pari, të gjitha problemet e udhëzimeve drejtuese kanë të njëjtat karakteristika dhe, së dyti, çdo aspekt i jetës duhet të konsiderohet si hapësirë e mundshme për të kërkuar këtë lloj udhëzimi drejtues. Pasojat e këtij gabimi ndër të krishterët e përkushtuar kanë qenë sa komike, aq edhe tragjike. Koncepti i jetës, në të cilën zëri i brendshëm i frymës vendos dhe drejton gjithçka, tingëllon mjaft tërheqës, sepse ngjan sikur e lartëson shërbesën e frymës dhe premton një intimitet më të ngushtë me Perëndin. Mirëpo, kërkimi në praktik për këtë perëndishmëri të lartë na çon vetëm në një çoroditje plot ankth ose në çmenduri. Hannah Whittle Smith, bashkëshortja e Pearsall Smith, ajo zonjë e arsyeshme dhe mendjemprehtë, e dalloi përdorimin e madh të kësaj praktike dhe shkroi mjaft dobishëm në letrat mbi fanatizmin, të cilat u botuan pas vdekjes së saj nga Ray Strachey. Fillimisht si Religious Fanaticism 1928 dhe pastaj si Group Movements of the Past and Experiments in Guidance 1934. Aty ajo flet për një grua e cila çdo mëngjes, pasi ja kushtonte ditën Zotit menjëherë pas gjimit, e pyeste atë nëse duhej të ngrihej prej shtrati apo jo, dhe nuk lëvizte derisa zëri t'i thoshte të vishej. Ndërsa vishte çdo pjesë të rrobave, ajo i kërkonte Zotit nëse duhej ta vishte atë apo jo. Dhe shpesh Zoti i thoshte që të vishte këpucën e djathtë dhe jo të majtën. Ndonjëherë, ajo duhej t'i vishte të dyja çorapet, por jo këpucët, dhe ndonjëherë duhet t'i vishte të dyja këpucët dhe jo çorapet. Kështu ndodhte me të gjitha elementet e veshjes së saj. Më tutje, ajo flet për rastin e një gruaje me aftësi të kufizuara në një azil, e cila, kur i erdhi kujdestarja për vizitë dhe padashje harroi para mbi komo, krijoi një përshtypje sikur Zoti donte që ajo t'i merrte ato para për të ilustruar të vërtetën e pasazhit. Të gjitha gjërat janë tuajat, dhe kështu i mori, i fshehu nën jastëkun e saj, dhe kur kujdestarja e saj u kthye për t'i kërkuar, ajo i shmangej përgjigjes, derisa e përzun nga azili si hajdute. Po në këto shkrime, takohemi me mesogruan e qetë e të rafinuar, e cila shpjegon se ka pasur raste kur, për t'i ndihmuar shoqet e mia të marrin pagëzimin me frymën e shenjtë, kam ndjerë që Zoti më ka udhëhequr qartësisht që të kërkoj atyre të shtrihen lakuriq në shtrat me mua në kuriz njëra me tjetrën. Group Movement, faqja 184, 245, 198. Këto histori të përçmuara janë fatkeqësisht pasojat e kuptimit të gabuar të udhëheqjes së Perëndisë. Një sjellje e tillë vetëm sa tregon dështimin për të kuptuar se mënyra themelore përmes së cilës krijuesi ynë i arsyeshëm i udhëheq krijesat e tij të arsyeshme është përmes kuptimit dhe zbatimit të arsyeshëm të fjalës së tij të shkruar. Kjo mënyrë udhëheqjeje është themelore, si për faktin që e kufizon zonën brenda së cilës nevojitet dhe jepet udhëzimi thirrjes në jetë, por edhe për faktin që vetëm ata që janë në sintoni me këtë procedurë, duke pasur qëndrimet kryesore të duhura, ka të ngjarë ta dallojnë kur u vjen udhëzimi hyjnor
për thirrjen në jetë. Duke i pranuar nxitim thi impulset e parsyeshme dhe imorale, sikur të vinin nga fryma e shenjtë, mikeshat e zonjës Smith harruan që veshja e mirë dhe modeste, respekti për pasurinë dhe dallimi që dëshirat e mishit nuk janë frymërore, ishin tashmë në listën e kërkesave të shkrimit. 1 Timoteut, kapitulli 2, vargu 9, 1 Pjetrit, kapitulli 4, vargu 15, Efesianëve, kapitulli 4, vargjet 19 deri në 22. Megjithatë, mënyra e vërtet për ta nderuar frymën e shenjtë, si udhërëfyesin ton, është që të nderojmë shkrimet e shenjta përmes të cilave ai na drejton. Udhëzimi themelor që Perëndia na jep për të formësuar jetën tonë, domethënë kultivimi i bindjeve, qëndrimeve ideale dhe gjykimeve vlerësuese themelore, sipas të cilave duhet të jetojmë, nuk është një çështje e shtysave të brendshme, të pavarura nga fjala, por një çështje e ndikimit që ka në ndërgjegjen tonë portretizimi i karakterit të Perëndisë dhe vullnetit të tij, siç është shpallur në fjalën e tij, të cilat fryma na i ndriçon që ne t'i kuptojmë dhe t'i zbatojmë vetë. Prandaj, forma bazë e udhëzimit hyjnor është paraqitja e idealeve pozitive si udhëzime për gjithë jetën tonë. Bëhu personin ngjashëm me Jezusin, kërkoje këtë apo atë virtyt dhe praktikoje ato pafund. Familiarizohu me përgjegjësitë tua, si bashkëshorti gruas sate, si bashkëshorte e burrit tënd, si prindër të fëmijëve tuaj. Njihu me përgjegjësitë që ke ndaj të gjithë të krishterëve dhe ndaj gjithë njerëzve. Njihu me to dhe lutu që të jepet forcë për t'i përmbushur ato vazhdimisht. Kjo është mënyra se si Perëndia na udhëzon përmes Biblës, sikurse do ta zbulonte shumë shpejt çdo studiues i psalmeve, fjalëve të urta, profetëve, predikimit në mal dhe i pjesëve praktike të letrave. Largohu nga e keqja dhe bëj të mirën. Psalmi 34, vargu 14, Psalmi 37, vargu 27. Kjo është udha e gjerë në të cilën Bibla përpiqet që të na drejtojë dhe të gjitha këshillat e saj kanë për qëllim që të na mbajnë brenda kufive të kësaj udhe. Vini re që shprehja udhëhiqen nga fryma, tek Romakëve kapitulli 8, vargu 14, nuk u referohet zërave të brendshëm, apo ndonjë përjetimi të ngjashëm, por vrasjes së mëkatit të vetëdijshëm dhe të jetuarit e jetës jo sipas mishit. Vetëm brenda caqeve të këtij udhëzimi, Perëndia na jep shtysa të brendshme për çështje që kanë të bëjnë me një vendim për thirrjen në jetë. Prandaj, mos prit kurrë që të vijë ndihmë për t'u martuar me një jobesimtar, apo të dashurohesh me një person të martuar, për aq kohë sa 1 Korintasve kapitulli 7, vargu 39 dhe urdhërimi i 7 janë akoma në fuqi. Autori i këtij libri ka pasur raste kur njerëzit kanë thënë se kishin marrë një udhëzim hyjnor për të dyja këto raste. Nuk ka dyshim që ata kishin një shtysë të brendshme, por sigurisht që kjo nuk ishte nga fryma e Perëndisë, pasi shkon kundër fjalës. Fryma udhëheq brenda kufive që janë caktuar nga fjala dhe jo përtej tyre. Ai më prin në përshtigjet e drejtësisë, Psalmi 23, vargu 3, dhe askund tjetër. 6 rreziqe të zakonshme. Megjithatë, edhe kur ke një ide të qartë mbi domethënien e udhëheqjes së përgjithshme të frymës në udhëzimin hyjnor, është e lehtë të gabohesh, sidomos kur bëhet fjalë për thirrjet në jetë. Nuk ka asnjë aspekt tjetër të jetës
që të dëshmojë më qartë për dobësinë e natyrës njerëzore, madje edhe për natyrën njerëzore të rilindur. Vepra e Perëndisë në këto raste është që fillimisht ta përshtat aftësinë tonë gjykuese e më pas të gjithë qenien tonë me drejtimin të cilin ai e ka përcaktuar si më të përshtatshmin për ne ndër të gjitha mundësitë konkurruese, si dhe për lavdinë e tij dhe për të mirën e të tjerëve përmes nesh. Mirëpo fryma mund të shuhet dhe fare lehtë mund të bëhemi pengesë për marrjen e këtij udhëzimi. Prandaj, ja vlen që t'i renditim disa nga rreziqet kryesore. Rreziku i parë është mosgatishmëria për të menduar. Kjo është një devotshmëri e rreme, një super mbinatyrshmëri e pashëndetshme dhe shkatërimtare, e cila kërkon për një ndjesi të brendshme pa asnjë bazë të arsyeshme dhe nuk pranon që t'ua vër veshin thirrjeve të vazhdueshme biblike për të marrë parasysh. Perëndia na bëri qenie të arsyeshme dhe ai i udhëheq mendjet tona teksa ne i konsiderojmë çështjet në praninë e tij dhe jo në ndonjë mënyrë tjetër. Po të ishin të urtë, do të merrnin parasysh. Ligji i Përtërir, kapitulli 32, vargu 29. Së dyti është mosgatishmëria për të paramenduar dhe për t'i vlerësuar pasojat afatgjata të veprimeve të ndryshme. Të paramenduarit është pjesë e standardit hyjnor për jetën, po aq sa është edhe pjesë e standardit njerëzor të vepruarit. Shpesh herë, ne mund ta dallojmë se çfarë është e urtë dhe e drejtë, dhe çfarë është e marrë dhe e gabuar, vetëm ndërsa mendojmë thellë për pasojat e tyre afatgjata. Po të ishin të urtë, do të merrnin parasysh fundin që i pret. Ligji i Përtërir, kapitulli 32, vargu 29. Së treti është mosgatishmëria për të pranuar këshilla. Shkrimi flet shumë qartë për nevojën e pranimit të këshillës. Rruga e budallait është e drejtë para syve të tij, por kush dëgjon këshillat është i urtë. Fjalët e urta, kapitulli 12, vargu 15. Mos pranimi i këshillave për vendime të mëdha është shenjë papjekurie dhe mendjemadhësie. Gjithmonë ka njerëz që e njohin Biblën, natyrën njerëzore, si dhe dhuntit dhe kufizimet tona më mirë nga sa i njohim ne. Madje, edhe nëse fundja mund të mos e pranojmë këshillën e tyre, do të kemi veç se të mira duke e peshuar me kujdes atë që ata na thonë. Rreziku i katërt është mosgatishmëria për të dyshuar tek vetvetja. Ne mund të dallojmë shfaqsimet e të tjerëve, ndërkohë i shpërfillim ato plotësisht tek vetja. Ndjenjat që nxitin lartësimin e egos, ëndrat me sy hapur, vetkënaqësinë apo mburjen duhen dalluar dhe duhen hedhur poshtë dhe nuk duhet të ngatërohen si shenja drejtuese. Kjo është veçanërisht e vërtet për ndjenjat seksuale ose ato të kushtëzuara seksualisht, sikurse ka shkruar edhe një biolog dhe teolog. Gëzimi dhe ndjesia e përgjithshme e mirëqenies që shpesh, por jo gjithmonë, e shoqëron të qenët në dashuri, shumë lehtë mund t'ja mbyll gojën ndërgjegjes dhe ta pengoj mendimin kritik. Sa shpesh thon njerëzit që ndihen të udhëhequr që të martohen dhe ndoshta do të thonë Zoti më ka drejtuar në mënyrë kaq të qartë, kur në fakt sapo përshkruajnë një ekuilibër të ri hormonal që i bën të ndihen jashtëzakonisht optimist dhe të lumtur. O.R. Bersley, Guidance, faqja 29 dhe 30. Na duhet që të pyesim vetveten pse ndjejmë që një kurs drejtimi i caktuar është i drejtë dhe ta detyrojmë veten për të dhënë arsye, do të tregoheshim edhe të mençur nëse këtë çështje
ja parashtrojmë dikujt tjetër tek gjykimi i të cilit kemi besim që ta peshojë arsyetimin ton. Ne gjithashtu duhet të vazhdojmë të lutemi duke thënë: Më heto, o Perëndi, dhe njihe zemrën time. Më provo dhe njihi mendimet e mia, dhe shiko nëse ka tek unë ndonjë rrugë të keqe dhe më udhëhiq në për rrugën e përjetshme. Psalmi 139, vargjet 23 dhe 24. Nuk mund të dyshojmë kurrë mjaftueshëm tek vetja. Së pesti është rreziku i mosgatishmërisë për të shmangur magnetizmin personal. Ata që nuk janë thellësisht të vetëdijshëm për krenarinë dhe vetmashtrimin që ekziston brenda tyre, nuk mund t'i dallojnë gjithmonë këto tipare te të tjerët. Kjo shpesh ka bërë të mundur që njerëz qëllim mirë, por të mashtruar nga një prirje për t'i dhënë rëndësi vetes, të fitojnë një pushtet alarmues mbi mendjen dhe ndërgjegjen e të tjerëve, të cilët bien nën yshtjen e tyre dhe refuzojnë t'i gjykojnë ata sipas standardeve të zakonshme. Edhe kur një person i talentuar dhe magnetizues është i vetëdijshëm për rrezikun dhe përpiqet që ta shmangë atë, ai nuk është gjithmonë në gjendje që t'i pengojë të krishterët e tjerë ta trajtojnë atë sikurse të ishte një engjëll apo një profet, duke i konsideruar fjalët e tij udhërrëfyese për ta dhe duke e ndjekur verbërisht udhëheqjen e tij. Mirëpo Perëndia nuk na udhëheq në këtë mënyrë. Sigurisht, njerëzit e shquar nuk është e thënë të jenë patjetër gabim, ama nuk është e thënë të kenë patjetër të drejtë. Ata dhe pikpamjet e tyre duhen respektuar, por nuk duhet të bëhen idhuj. Të gjitha i provoni, të mirën mbajeni. 1 Thesalonikasve, kapitulli 5, vargu 21. Rreziku i 6 është mosgatishmëria për të pritur. Prit në Zotin. Është refreni i vazhdueshëm në psalmet, dhe kjo është një fjalë e domosdoshme, sepse Perëndia shpesh na bën të presim. Ai nuk është në nxitim si puna jonë, dhe nuk është metoda e tij që të jap më tepër dritë për të ardhmen nga sa kemi nevojë për të vepruar në të tashmen, ose për të na drejtuar më shumë se hap pas hapi. Nëse ke dyshime, mos vepro, por vazhdo të presësh Perëndin. Ai do të ndriçojë sa herë që do të kërkojë të veprosh. Nuk ekzistojnë përgjigje të thjeshta. Mirëpo kjo nuk do të thotë që më pas procesi për të marrë drejtimin e duhur do të jetë i lehtë. Ky është një shkak tjetër për shtjellimi i madh për të krishterët. Ata janë lutur për drejtim hyjnor dhe besojnë që ajo u është dhënë. Ata po ndjekin shtegun besplot se ua ka treguar Perëndia, dhe tani, si rezultat i kësaj, po përballen me probleme të një lloji tjetër, të cilat, në të kundërt, nuk do të ishin shfaqur: izolimi, kritika, braktisja nga miqt, zhgënjimet praktike të shumëllojshme. Dhe menjëherë bien në ankth. Ata kujtojnë profetin Jona, i cili, kur ju tha që të shkonte në lindje dhe të predikonte në Ninive, i hipi anijes dhe shkoi në drejtimin e kundërt për në Tarshish, larg pranisë së Zotit. Jona, kapitulli 1, vargu 3. Dhe kështu përfundoi në një stuhi. U poshtërua përpara jo besimtarve, u hodh nga anija në det dhe u gëlltit nga një peshk i madh, në mënyrë që të ndëronte mendje. Mos vall kjo përvojë e tanishme vështirësish në jetë, pyesin ata veten, është një shenjë nga Perëndia se edhe ata, ashtu si Jona, kanë dalë nga shtegu i duhur dhe po ndjekin shtegun e vullnetit të tyre në vend të udhës së Perëndisë? Mund të jetë kështu, dhe personi i urtë do të marrë shkas nga vështirësitë e tij të reja që ta shqyrtojë me kujdes udhëzimin e tij fillestar.
Vështirësitë gjithmonë duhen trajtuar si një thirrje për t'i shqyrtuar udhët tona. Mirëpo, vështirësia nuk është patjetër një shenjë e daljes nga shtegu i duhur. Ashtu sikurse Bibla shpall përgjithshëm që të shumta janë vuajtjet e njeriu të drejtë, Psalmi 34 vargu 19, po kështu ajo mëson në veçanti që ndjekja e udhëzimit të Perëndis normalisht na çon edhe në trazime dhe vështirësi të cilave ndryshe mund t'u kishim shpëtuar. Shembujt janë të shumtë. Perëndia e drejtoi Izraelin përmes Seres dhe shtyllës së zjarrit që shkonte përpara tyre. Eksodi, kapitulli 13, vargjet 21 dhe 22. E megjithatë, udha në të cilën ai drejtoi përfshinte momentin e ngarkuar plot tension të kalimit të detit të kuq, ditë të tëra pa ujë dhe ushqim, në shkretëtirën e madhe dhe të tmerrshme. Ligji i Përtërir, kapitulli 1, vargu 19. Betejat e përgjakshme me Amalekun, Sihonin dhe Ogun. Eksodi, kapitulli 17, vargu 8, Numrat, kapitulli 21, vargu 21 deri në 23. Prandaj, mund ta kuptojmë, për të mos thënë se mund ta shfaqsojmë, ankimin e vazhdueshëm të Izraelit. Shih Eksodi, kapitulli 14, vargjet 10 deri në 12, kapitulli 16, vargu 3, Numrat, kapitulli 11, vargjet 4 deri në 6, kapitulli 14, vargjet 2 dhe 3, kapitulli 20, vargjet 2 deri në 5, kapitulli 21, vargu 4 dhe 5. Sërish, dishepujt e Jezusit i kapi stuhia 2 herë në detin e Galiles. Marku, kapitulli 4, vargu 37, kapitulli 6, vargu 48. Dhe për të dyja rastet, ishin atje sepse vetë Jezusi i kishte udhëzuar të shkonin. Shih Marku, kapitulli 4, vargu 35, kapitulli 6, vargu 45. Sërish apostulli Paul lundroi për në Greqi, sepse ëndra me njeriu nga Maqedonia e nxori në përfundimin se Zoti na kishte thirrur që t'u shpallnim atyre ungjillin. Veprat e apostujve, kapitulli 16, vargu 10. Nuk kaloi shumë kohë dhe ai përfundoi në burgun e Filipis. Më vonë, ai vendosi në frym të shkojë në Jeruzalem, kapitulli 19, vargu 21. Dhe u tha pleqjve të kishës së Efesit, të cilët i takoi në udhë sipër. Dhe ja, tani i lidhur në frym, po shkoi në Jeruzalem, pa ditur se çdo të ndodh atje, përveç se që fryma e shenjtë dëshmon për mua në çdo qytet, duke thënë se më presin pranga dhe mundime. Kapitulli 20, vargjet 22 dhe 23. Kështu ndodhi, Pali u përball me vështirësi të mëdha për shkak se ndoqi udhëzimin hyjnor. Shembujt nuk mbarojnë këtu, sepse një shembull i fundit dhe prova që e vërteta e ndjekjes së udhëzimit të Perëndis sjell vështirësi, shfaqet në jetën e vetë Zotit Jezus. Asnjë jetë njerëzore nuk ka qenë kurrë kaq e drejtuar nga Perëndia dhe asnjë qenie njerëzore nuk i shkon më tepër për shkrimi njeri i vuajtjeve. Udhëzimi hyjnor e largoi Jezusin nga familja e tij dhe nga banorët e qytetit të tij. E solli në konflikt me gjithë udhëheqësit e kombit, si fetar, ashtu edhe civil, dhe më në fund e drejtoi atë në tradhti, arrestim dhe kryqëzim. Çfarë mund të presin të krishterët ndërkohë që vazhdojnë të ndjekin vullnetin e Perëndis? Dishepulli nuk është mbi mësuesin, as shërbëtori mbi të Zotin. Nëse zotërinë e shtëpisë e quajtën Belzebub, aq më tepër do t'i quajnë ashtu ata të shtëpisë së tij. Mateu, kapitulli 10, vargjet 24 dhe 25.
Sipas çdo standardi njerëzor, kryqi është një humbje. Humbja e një jete të re, influenca e një profeti, potenciali i një udhëheqësi. Domethënien e vërtet dhe arritjen e kryqit ne e mësojmë vetëm nga deklaratat e Perëndis. Në mënyrë të ngjashme, jeta e drejtuar e të krishterit mund të duket si një humbje, ashtu si me Palin, i cili kaloi vite në burg për shkak se ndoqi udhëzimin e Perëndis për të shkuar në Jeruzalem, kur mund të kishte vazhduar të ungjillizonte Evropën. Dhe Perëndia nuk na e tregon gjithmonë arsyen dhe rezultatin e zhgënjimeve dhe humbjeve të cilat janë pjesë e pandashme e një jete të drejtuar prej tij. Përvoja e hershme e Elizabeth Elliot, vejushës dhe autores së biografisë së bashkëshortit të saj misionar të martirizuar, është një ilustrim i goditur i kësaj çështjeje. Duke qenë e sigurt për udhëheqjen e Perëndis, ajo shkoi te një fis në Ekuador për të realizuar shkrimin e gjuhës së tyre në mënyrë që Bibla të mund të përkthehej për ta. I vetmi person që mundej ishte i gatshëm ta ndihmonte atë, ishte një i krishterë spanjisht folës që jetonte me atë fis, por brenda një muaji ai u vra gjatë një debati. Ajo u stërmundua pothuajse pa asnjë ndihmë për gati 8 muaj të tjerë. Pastaj, ajo u largua në një tjetër shërbes misionare dhe punën e saj me materiale gjuhësore u ala kolegëve të saj në mënyrë që ata të mund ta vazhdonin aty ku e kishte lënë ajo. Brenda 2 javësh, ajo dëgjoi që këto materiale ishin vjedhur. Duke mos pasur kopje të tjera, e gjithë puna e saj kishte shkuar dëm. Në kuptimin njerëzor, ky ishte fundi i kësaj historie. Ajo shkruan dhe thot: "Thjesht duhej që të përulesha në njohurinë që Perëndia ishte interpretuesi më i mirë i gjërave që po bënte. Duhet ta lejojmë Perëndin që të bëj atë që ai do të bëj. Nëse po mendoni që e njihni vullnetin e Perëndis për jetën tuaj dhe jeni në ankth për ta zbuluar, ka gjasa që do të ballafaqoheni me një zbulim tronditës, sepse askush nuk e di vullnetin e Perëndis për gjithë jetën e tij." Cituar nga Eternity, January 1969, faqja 18. Kjo është e drejtë. Herët avon, udhëzimi i Perëndis, i cili na nxjerr nga errësira në dritë, ndonjëherë do të na nxjerr nga drita dhe do të na fusë në errësirë. Kjo është pjesë e udhës së kryqit. Kur nuk e dallojmë udhën. Nëse do të përfundoja me makinë në kanal, atëherë e di që kam dalë nga udha. Mirë po kjo njohuri nuk do të më ndihmonte as pak nëse do të qëndroja aty pa ndihmë teksa shihja makinën se si zhytej në kanal dhe zhdukej. Dëmi do të ishte bërë dhe ky do të ishte fundi. A është kështu edhe kur një i krishter bëhet i vetëdijshëm që e ka dalluar gabim udhëzimin e Perëndis dhe ka ndjekur shtegun e gabuar? A mund të zhbëhet dëmi? Mos duhet vallë të vazhdoj në shtegun e gabuar për gjithë jetën? I qofshim fal Perëndis që nuk ka pse të ndodhë kështu. Perëndia ynë është një Perëndi i cili jo vetëm ri për të rinë, por i përfshin në planin e tij për ne edhe gabimet e marrëzit tona dhe i shndërron ato për mirë. Kjo është pjesë e mrekullisë së sovranitetit të tij të hirshëm. Kështu do t'ju kompensoj për të korrat që kanë ngrënë karkaleci, dhe ju do të hani me bollëk dhe do të ngopeni, dhe do të lëvdoni emrin e Zotit, Perëndis tuaj, që për ju ka bërë mrekulli, dhe popullin tim nuk do ta mbuloj më turpi. Joeli, kapitulli 2, vargjet 25 dhe 26. Jezusi
i cili e ripërtëriu Pietrin, pasi ky e mohoi dhe që ja korrigjoi drejtimin disa herë më pas. Shih Veprat e Apostujve kapitulli 10, Galatasve kapitulli 2 vargjet 11 deri në 14, është shpëtimtari ynë sot dhe ai nuk ka ndryshuar. Perëndia jo vetëm që e shndërron zemërimin e njerëzve për lavdinë e tij, por edhe gabimet e papritura të krishterëve. Pak kohë më parë, mora një letër nga një predikues, i cili ndihej i detyruar ta braktiste bashkësinë dhe denominacionin e tij. Dhe tani, sikurse Abrahami, është nisur pa ditur se ku po shkon. Në letrën e tij, ai më citonte nga një himn i Charles Wesley mbi sovranitetin dhe sigurinë e drejtimit të Perëndisë. Do ta mbyllim këtë kapitull me këtë pikë. Udhëzimi, sikurse të gjitha veprimet e bekimit të Perëndisë në beslidhjen e hirit, është një akt sovran. Perëndia jo vetëm që është i vullnetshëm të na drejtojë në kuptimin që do të na shfaq udhën e tij që ne të mund të ecim në të, por ai gjithashtu do të na drejtojë edhe në kuptimin më thelbësor të garantimit që pavarësisht se çfarë ndodh, pavarësisht se çfarë gabimesh që mund të bëjmë, ne do të mbërrijmë të sigurt në shtëpi. Padyshim që shkarje e devijime do të ketë, por krahët e përjetshëm janë poshtë nesh. Ata do të na kapin, ata do të na shpëtojnë dhe do të na përtërinë. Ky është premtimi i Perëndisë. Ai është kaq i mirë. Prandaj, duket që konteksti i duhur për ta diskutuar mbi udhëzimin është qenia besplot në Perëndin, i cili nuk do të na lejojë që ne ta rrënojmë shpirtin ton. Prandaj, preokupimi ynë në këtë diskutim duhet të jetë më tepër për lavdinë e tij se sa për sigurinë tonë, sepse Perëndia është kujdesur tashmë për këtë të fundit. Mosbesimi te vetja, ndonse na mban të përulur, nuk duhet që ta venit gëzimin me të cilin ne mbështetemi në Zotin Mbrojtës, Perëndin ton besnik të beslidhjes. Ja strofa nga Wesley. Kapiteni dhe udhëzuesi i ushtrive të Izraelit, i gjithë atyre që vendin qiellor kërkojnë, nën hijen tënde ne qëndrojmë. Nën ren e mbrojtëse sate dashuri. Hirin tënd e kemi forcë, jotja fjalë standardi ynë. Lavdin e Zotit kemi synim. Dhe për ta përmbledhur këtë çështje me fjalët e Joseph Hart, është Jezusi i pari dhe i fundit. Fryma e tij, të sigurt në shtëpi, na drejton. Për gjithë shka që ka kaluar, atë e lavdërojmë, dhe atij për gjithë shka që do të vijë i besojmë.